Sigal Insurance Group mori pjesë në mbrëmje gala të organizuar me rastin e 104 vjetorit të Kryqit të Kuq dhe ditës ndërkombëtare të vullnetarizmit. Edhe këtë vit, Sigal Insurance Group ishte pjesë e eventit Bamirës, duke sjellë një dimension artistik me disa pjesë muzikore të interpretuara nga orkestra e harqeve Sigal në drejtimin e mjeshtrit Ermir Dizdari. Performanca u prit me duar trokitje dhe i dha mbrëmjes një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Në vim të mbështetjes së saj sociale, kompania i dhuroi Kryqit të Kuq 10 paketa check-up i falas për nëna dhe fëmijë. Kjo iniciativë vjen si një investim në parandalim, të cilin Sigal Insurance Group e konsideron thelbësor për një shoqëri më të shëndetshme, duke theksuar se shëndeti është pasuria më e madhe që kemi. Aktiviteti u moderua nga këngëtarja e njohur Marcela Çibukaj. Përmes numrave të ndryshëm artistik, këngës, baletit të rinjve, të shkollës së baletit dhe dyshes së primo balerinëve nga Teatri i Operës dhe Baletit dhe fjalëve përshëndetëse të drejtuesve dhe vullnetarëve, mbrëmja vlerësoi kontributin e vullnetarëve. Përmes kontributeve të tilla, Sigal Insurance Group riafirmon angazhimin e saj ndaj komunitetit dhe rolin e saj si një kompani që e ushtron me përgjegjësi ndikimin social, duke mbështetur kauza që prekin drejt për drejt jetën e njerëzve.